Shqipëria zhvilloi mbrëmjen e së entës ndeshjen më të rëndësishme në historinë e saj, aty ku edhe I dha fund ëndrrës për të siguruar një bilet për në Kupën e Botës. Kuqëzin zhvillua një ndeshje pozitive në Varshavë, dhe rastet e shumta që skuadra jon humbi I kushtoi eliminimin në një ndeshje që u duk si do të ishte historike për skuadrën kuqëzi, por që rezultoi të ishte një mbrëmje e hidhur. Me eliminimin e Shqipërisë nga play-offi përfundon praktikisht edhe kontrata e Silvinjos, megjithse si afat është deri në korrikun e këtij viti. Kontrata e Silvinjos duhej të skadonte në dhjetonin e vitit 2025, por Shqipëria arriti që për herë të parë në histori të kualifikohej për në play-off dhe kjo bëri që kontrata e tij të rinovojë, ose më saktë afati I përfundimit të shtyhej edhe për disa muaj. Shanset ishin reale që Shqipëria për herë të parë të luante në botrorin e Amerikës dhe prandaj kontrata u shtyi deri në fundin e muajit korrik, atëherë kur edhe do të përfundonte aventura e Shqipërisë në botror, gjithmonë nëse do të kualifikohej për të provuar ëndrrën amerikane. Nga korriku që do të ishte fundi I bashkëpunimit me shumë gjasa, Ukraina do të jetë ndeshja e fundit e trajnerit brazilian dhe një lirim I parakohshëm nga kontrata do të jepte kohë të dyja palëve për të menduar për mirë dhe në plan më afatgjatë të ardhmen. Shqipëria do të ketë në muajin qershor ndeshje miqësore dhe nëse Silvinjo largohet pas Ukrainës, atëherë trajneri I ri do të kishte mundësinë për të punuar për herë të parë me skuadrën tonë, ku edhe do të njihej më mirë me lojtarët që do të jenë në ligën e kombeve. Nga ana tjetër, ky kompeticion do të jepte mundësinë perfekte trajnerit për të njohur skuadrën në kompeticion zyrtar, për të provuar lojtarë të tjerë dhe për të pasur një periudhë tranzicioni të konsiderueshme, duke qenë se Liga e Kombeve do të zgjas pak muaj dhe Shqipëria është në një grup të lehtë në letër, grup I cili I jep Shqipërisë komoditetin për të provuar lojtarë të rinj dhe për të ideuar formacionin, grupin apo edhe skemat me të cilat mund të tentojmë europianin e tretë e njëkohësisht të dytin radhazi. Trajneri Silvinjo u ngacmua për kontratën e tij pas ndeshjes ndaj Polonisë, megjithatë trajneri u shfaq I mërzitur për eliminimin dhe natyrisht nuk do të fliste për diçka të tillë pasi nuk ishte momenti I duhur për ta bërë. Ai la gjithçka të hapur, duke dhënë sinjale se do të diskutohet diçka e tillë pas korrikut. Kontrata është deri në muajin korrik dhe më pas do të vendosim. Ka qenë një rrugtim prej 3 viteve ku ka ndodhur çdo gjë. Ka pasur lojtarë që kanë luajtur 90 minuta të dielën e mërkurën. Ka pasur lojtarë që nuk kanë marrë minuta fare dhe pas skuadër fare. Ajo çfarë ka bërë diferencën është se kanë bërë mirë për ne. Jemi një skuadër në rritje. Jam krenar për mënyrën si janë prezantuar në ndeshje. Ata lënë çdo gjë në fushë dhe kanë kënaqësi për të përfaqësuar Shqipërinë, tha mes të tjerash trajneri brazilian. Pak muaj më parë, Shqipëria dështonte në transfer ndaj Letonisë, duke marrë vetëm një barazim. Rezultat ky që la çdo gjë të hapur për kualifikimin dhe për Shqipërinë e bëri të vështirë të besojë. Aso kohë presidenti I FSHB-s, Armand Duka, shpreh se rinovimi I kontratës së Silvinjos do të varej nga Kupa e Botës. Nëse ne do të kualifikohemi në botror, Silvinjo padyshim që do të jetë trajneri ynë në të ardhmen. Nëse nuk do të kualifikohemi në botror, kjo gjë diskutohet shumë, shpreh Duka aso kohë. Tashme që bëhet fjalë për një skuadër që u eliminua, mbetet për tu parë vendimin që FSHB dhe trajneri Silvinjo do të marrin.